Ky informacion apo ky denoncim është një nga ngjarjet më të rënda që mund të kenë ndodhur në raport me shkeljen jo vetëm të ligjit, por kjo shkon shumë përtej shkeljes ligjit. Për mua është një nga skandalet më të mëdha nëse verifikohet ashtu siç është. Pra një qeveri e cila prokuron në mënyrë të dyshim disa pajisje, sepse ne nuk dim tani kush i ka prokuruar, si janë marrë. Nuk dihet kjo, cili institucion i ka marrë. Pajisje të cilat potencialisht u përdor kanë për bllokim interneti, për të bllokuar mediat që ti do, apo për t'i ngadalësuar, dhe për të dhënë shumë akses atyre që nuk preshin punë, dhe u përdor kanë edhe për përgjime masive. Pra si mund të bëhet fsheras, dhe fakti që kjo është bërë në fshetësi, pra në sekret të plot, tregon që kjo është tërësisht jashtë kanaleve, jashtë ullit ligjor. Shumë do rridhen Teams në fshesit plot. Denoncimi që bën Besmiri dhe po themi detajet që ai na jep, që ku është instaluar pajisja, datën që ka ardhur, në ç'vende kanë çuar, tregon që pra ky është një informacion që i ka gati faktet të paktën transparencë për këto veprime njerë, se qëllimin po i lëmë një njerë, ndoshta ka qëllimin më të mirë të mundshëm. Fakti që kjo ka ndodhur, nuk ka, sepse gjërat që bën fshetas nuk kanë asnjëherë qëllim të mirë. Po sigurisht. Kanë gjithmonë qëllime djallëzore nga mbrapa. Unë nuk e di, po ky është një skandal i cili meriton hetim dhe duhet të hetohet, për mua duhet të hetohet nga struktura e posaçme, nga prokuroria e posaçme, për shkak se kjo është një bombë të cilën qeveria e ka në dorë dhe mund ta alshoj kur të dojë për interesat e veta. Pra nuk duhet të jetë Shqipëria, nuk mund të jetë Shqipëria një vend i tillë ku ndodhin këto ngjarje, ku qeveria merr pajisje të dyshimta, i fut përmes metodave të fsheta, i fut në vende dhe mund t'i përdori si të doj. Këto ma mirë mendja edhe në Turqi, apo ato vende që Bledi tha, me ironi vende kryesisht demokratike, edhe atje nuk e kanë bërë në këtë mënyrë. Ka një legjislacion, ka një të paktën. Kjo është totalisht jashtë shinave të ligjit. Të paktën. Po Besmir? Ka kuadër ligjor dhe ka institucione gjyqësore të cilat vendosin